Mishetić, në rregull, shohim një dokument tjetër. Ju lutem, shohim në ekran materialin me numër DHT 05401, DHT 05405. And Ambassador, this is an OS. Ambasador, ky është një raport i OSBE-s i 25 shkurtit 1999, 2 ditë pas përfundimit të bisedimeve të Rambujës. Shkojmë në faqen 3 të dokumentit DHT 05403. Ku thuhet e pika 2 zhvillimet në zonën e misionit. Paragrafi 2 poshtë dyshit, ku thuhet Zyra Adem Demaçit, një përfaqësues politik i UÇK-s, deklaroi anulimin e marrëveshjes të dakordsuar nga delegatët e shqiptarë të Kosovës në Rambuje për të formuar një qeveri të përkohshme të drejtuar nga anëtarët e UÇK-s. Agjencia e lajmeve në Kosovë, Kosova Press, raportoi se anëtarët e delegacionit vendosën më 23 shkurt se qeveria do të administronte provincën derisa të bëheshin zgjedhjet. Marrëveshja u nënshkrua mes UÇK-s, LDK-s edhe Lëvizjes Demokratike të Bashkuar LBD. Lëvizjes të Bashkuar Demokratike. Të tri organizata do të kenë përfaqësi të barabartë në qeveri dhe UÇK-ja me marrëveshje të përbashkët do të caktoj kryeministrin. Megjithatë, Zyra Adem Demaçit tha në një deklaratë se një qeveri e tillë nuk do të ishte legjitime edhe do të ishte një përpjekje e dështuar në thonjza nga personat që dolën nga negociatat të pasuksesshme të Rambujës në mënyrë që të mundohen të fshejnë dështimin e kësaj marrëveshje dhe mbyllim thonjzat. Zyra thoshte se vendimi për të formuar një qeveri është në kundërshtim të rëndësishme parimet që ka vendosur shtabi i UÇK-s. Koha ditore thot që Zyra Demaçit ka thënë se në thonjza ky akt po ashtu provokon dhe manipulon opinionin kosovar që këta të fundit të pranojnë një marrëveshje që është e pafavorshme për popullin e Kosovës, mbyllim thonjzat. Ju nuk keni parë këtë më përpara, apo jo? Përgjigje jo. Pyetje. Sjellja e Adem Demaçit, sikurse përshkruhet në këtë artikull, a përputhet me sjelljen e Adem Demaçit gjatë negociatave të Rambujës? Përgjigje po. Dhe çdo herë tjetër që kemi biseduar me të madje. Pyetje. Aso kohë, keni pasur dieni-ju se UÇK-ja, LDK-ja dhe LBD-ja në ditën e fundit të konferencës vendosën të formonin një qeveri të përkohshme? Përgjigje po. Isha në dieni. Po të jemi sinqert, ka qenë një problematik e vazhdueshme që kam pasur ata aso kohë lidhur me LDK-n dhe unë vjoja të thoja, unë vazhdoj të thoja pra që kjo është një problem juaj i brendshëm. Ne na duhet marrëveshja për kushtet e Rambujës. Pyetje, sipas këtij artikulli zot Demaçi ka thënë që ky akt, pra formimi i qeverisë së përkohshme të Kosovës, manipulon opinionin kosovar që të pranojë një marrëveshje të pafavorshme për popullin e Kosovës. Aso kohë, sipas teje, formimi i qeverisë së Kosovës do të ndikonte tek personat që kundërshtonin fort marrëveshjen në Kosovë? Përgjigje. Unë i kam parë këto problematika dhe më përpara. Formimi i qeverive të përkohshme, sipas përvojës sime, më shumë ka krijuar probleme se sa zgjidhje. Unë nuk isha shumë pro këtij procesi dhe Demaçi mendonte që kjo ishte një mundësi që të shkurajoheshin personat që përpiqeshin vërtet të bënin diçka. Dhe pikërisht sjellja e tij për mua ishte tregues se nuk duhet të vepronin në këtë mënyrë, nuk do të zgjidhin problematikat në këtë mënyrë. Mishetić, faleminderit, në rregull, kërkoj pranimin e këtij materiali.
Gjykatësi ka kundërshtime, që nuk ka kundërshtime. Në rregull. Materiali DHT 05401 DHT 05405 pranohet, mund të jepni numrin përkatës. Sekretarja e seancës, faleminderit, dokumenti do të marrë numrin e prodhës materiali 1D00426 dhe klasifikimin është konfidencial. Gjykatësi mikrofoni është i fikur, sekretarja, faleminderit. Mishetić. Ambasadori Hill, ju keni pasur mundësi të shkoni në Kosovë pas marrëveshjes së Rambujës? Përpara se të nënshkruaj në Paris. Përgjigje, po, kam shkuar dhe kam shkuar pikërisht që të krijoja një ide, ose do ta them ndryshe. Ideja ishte të konfirmoja përshtypjen tonë se përgjigjja prej tyre do të ishte pozitive. Pyetje, në atë udhtim, atakuat ndokon të prej UÇK-s? Përgjigje, po, nuk më kujtohet konkretisht kush, por e di që nuk ka qenë Hashim Thaçi. Pyetje. Në rregull, shohim në ekran materialin numër 1D 310. This is a report of. Ky është një raport i shërbimit hulumtuese që tregon një kronologji të konfliktit të Kosovës nga shtatorin 98 deri në mars 99. Dhe më konkretisht shohim faqen DHT 02874. Shohim pjesën ku është data 8 mars 1999. Pas një takimi të gjatë me të dërguarin e USHBA-s në Prishtinë, Christopher Hill, UÇK-ja u pajtua që të pranonte kushtet e marrëveshjes së Rambujës. Data është e saktë? Pra 8 mars 99, është data e saktë. Përgjigje, pak a shumë. Po unë jam më shumë fokusuar te kjo pjesa ku thuhet UÇK-ja u pajtua. Mua më kujtohet që më shumë ka qenë në favor. Është egzageruar kjo. Mishetić, më intereson data. Përgjigje, më duhet ta shoh. Mund të jetë saktë, po, duhet të jetë saktë. Mishetić, në rregull. The KLA, you say that you're not sure. Ju thoni që nuk jeni i sigurt këtu nëse UÇK-ja ka rënë dakord që ta pranonte. Ndërruar zotë kryegjykatës, sa mund të rifreskoj kujtesën dëshmitarit? Dëshmitari e pyetët? Më falni, kryegjykatësia e pyetët. Paç, dhe ne se kemi të qartë tani. Dëshmitarit tha harroi ndonjë gjë? Pse duhet të rifreskohet kujtesa dëshmitarit? Gjykatësi, nëse ka harruar, mund t'ja rifreskoni kujtesën. Paç, jo, më falni. Po dëshmitari nuk tha që e kam harruar, a mund ta sqaroj avokati, ju lutem. Gjykatësi, mikrofoni është i fikur. Mishetić. Ju lutem. Shihni paragrafin 39 të deklaratës suaj. Nëse doni mund ta vendosim në ekran, doni ta lexoni? Apo t'u lexoj unë? Dëshmitari, lexojeni ju lutem. Thuhet gjatë këtyre 3 javëve Hill shkoi në Kosovë dhe u takua me protagonistë të ndryshëm. Sikurse thuhet në kronologjinë e SBA-s, më 8 mars 1999, pas një takimi të gjatë me Hillin në Prishtinë, UÇK-ja ra dakord të pranonte marrëveshjen e Rambujës. Ai mendon se ta vendosin ta pranonin sepse garantonte përfshirjen e NATO-s. Paç, me gjithë respektin, unë bëra një parashtrim përpara, dëshmitari nuk i përgjigja pyetjes. Dëshmitari ka dhënë një përgjigje të ndryshme nga ajo që ka thënë në përmbledhjen e vet. Dhe tani avokati po kundërshton pikërisht atë që ka thënë dëshmitari. Dëshmitari nuk tha që nuk e mbaj mend, a do ta kapi gabim avokati dëshmitarin. Mishetić, cila do të jetë arsyeja ime, un kam të drejtën time ta bëj sipas rregullës 103. Gjykatësi në rregull. 143, më falni. Përgjigje, mbaj mend që ka pasur reagim të favorshëm. Por pra ishte e favorshëm, por si zakonisht askush nuk shprehte një vendim të qartë. E kuptoj pse është thënë këtu që UÇK-ja ra dakord ta pranonte, por nuk më kujtohet këtë qenë kaq e qartë.
Mishdisht në rregull, faleminderit. Ju na thatë që nuk besoni se ka qenë i pranishëm zoti Thaçi. Kështu përgjigje po kështu. Pyetje. Me sa ju kujtohet ju në takim, a ju ka thënë dokush se nuk mund të merrni vendim përfundimtar për marrëveshjen e Rambujes derisa të konsultohesh me zotin Thaçi? Përgjigje. Po më kujtohet kjo. Po përpiqem të përdor termat e dur, nuk do të them gjuha trupore. Pra, sipas gjuhës së tyre trupore ishin në favor, por sa skush nuk e shqiptonte dot, do të thoshte që po jemi dakord. Pyetje, do të tregoj një deklaratë që keni dhënë në intervistë për Shalën. Ju lutem të shohim në ekran materialin DHT-12206, DHT-12372 në faqen DHT-12332. And if we could scroll down to the bottom of the page, please. Shkojmë në fund të faqes. And this is now in the context. Kjo është në kontekstin e këtij takimi, për cilin po bisedonin pak më herët. Zoti Shala ju pyet, aktori kryesor atje ka qenë Thaçi, pra kur shkuat në shtabin e UÇK-s, pak a shumë u takuat me persona që ishin në humor të mirë. Përgjigje, mu duk sikur ishin pozitiv. Ishte pyetja ku është Thaçi, Shala e ndërpret dhe thot gjatë periudhës së parë, dhe ju përgjigjeni. Nuk e ju kujtohet për senatori Doll, ai u argëtua shumë me këtë pyetje, po ku është Thaçi? Atë po më thoni mua se Thaçi do të kthehej në Kosovë, në atë pikë dyshova, po deri në atë pikë kisha dyshuar, po pikërisht aty e pata të qartë që Thaçi nuk kishte ndonjë nga komandantët kryesor. A përputhet kjo me pikpamjen tuaj, bazuar në këtë që keni parë në këtë takim? Përgjigje. Jo, nuk mund të them që s'është në përputhje, po përpiqem të gjej një formë. E di që Doll u mërzit që nuk po takoj me Thaçin, dhe publikisht po thoshte, po ku është Thaçi? Ku është Thaçi? Unë isha më shumë interesuar nëse do ta pranonin apo jo Rambujen. Ishte pikërisht periudha që i paraprinte nënshkrimit të Parisit. Ata ishin në humor të mirë, situata duke i pozitive, atmosfera duke i pozitive. Sa takon problematikës së dytë, që unë mendoj si problem më vete, për mua ishte e qartë në këtë pikë që zoti Thaçi nuk kishte ndonjë nga komandantët kryesor. Pra, ky ishte realiteti. Komandantët ishin ata që ishin në terren. Pyetje, po çfarë ndodhi në këtë takim që ju çoi ju të dilni të përfundimin që nuk kishte nga komandantët kryesor? Përgjigja kur na thanë që s'është këtu, për mua ishte nënkuptonte që ai kishte dalë të mblidhte opinione sikurse të gjithë të tjerët. Ai nuk ishte pra personi që ta merrte vendimin, do të merrte opinionin e të tjerëve. Mishetiç, kërkojmë pranimin e kësaj faqe DHT-12332 dhe mund t'i bashkëngjitet provës 1D-423. Gjykatësi ka kundërshtime, paç s'ka kundërshtime. Gjykatësi në rregull materiali 12332 pranoj do t'i bashkëngjitet provës 1D-423. Sekretarja, faleminderit. Kjo faqe do t'i bashkëngjitet materialit 1D-00-423 dhe klasifikimi është publik. Mishetiç, faleminderit. Gjykatësi mikrofoni është i fikur, Mishetiç, atëherë mund ta mbyll për sot. Kryegjykatësi, zoti Hill, për sot përfunduam, do duhet të rifillojmë nesër në orën 9. Do përpiqemi që të fillojmë pikërisht në orarin e caktuar. Mos flisni me askënd për dëshminë tuaj jashtë sallës së gjyqit. E di që ju e dini këtë gjë, po duhet ta them sidoqoftë. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme dhe mund të dilni nga salla bashkë me sekretarin e seancës. Dëshmitari, faleminderit.
për çështje planifikimi mund t'ju njoftoj që dhe rreth gjysmore më ka ngelur për pyetjet e mia. Gjykatësi, më pas se 30 minuta po ju të tjerët, Dixon për momentin nuk mendoj se do të kem pyetje. Roberts, edhe unë jam në situatë të ngjashme. Elis, unë kam pyetje, po më pak se ç'kisha kërkuar, rreth 45 minuta besoj, do më nevojiten për pyetjet e mia. Gjykatësi në rregull, faleminderit.